nuk është njerëzore të luash Rahmaninov, që do të thotë që nëse mendja jote do t'ishte aty të kontrollonte ty në gjestet, në çfarë po bën apo i luan notat muzikore ashtu siç duhet, pra racionalja, ajo që ne presim, atëherë nuk do t'ishte mundur. Artisti në luajtjen e saj fillon të kaloj përmes ndjesive të trupit, aq shumë se që të gjitha të kontaktin e vetë vëzhgimit dhe aty futet në një dimension të shkëputjes nga gjykimi, nga rregulli, nga çfarë duhet të jem, si duhet të jem. Ai është në kontakt me veten ashtu sikur se do donte të ishte. Dhe ajo është një mrekulli. Pse kjo gjë është terapeutike? Sepse në fundit, të gjitha llojet e çrregullimeve nuk janë gjë tjetër veçse një mbrojtje që individi ka përpara përballjes me jetën, përballjes me realizimin personal, turpin e të falimentuarit, frikën e të gjykuarit, dhe çfarë bën? Mbështetet ose kapet pas disa mekanizmave mbrojtës. Dhe ngecet